Përshëndetje, si që kemi parë të kapitulli I parë, autori ka përmendur këtë das bin ich, ky jam unë, duke treguar që folja duhet të vijë çdo herë në pozicionin e dytë tek fjalitë kryesore. Natyrisht ne mund të themi edhe ich bin das, unë jam ky, një mënyrë tjetër, por nuk mund të themi das ich bin. Nuk mund të themi das ich bin, sepse atëherë vendosim foljen në pozicionin e tretë. Ndërkaq se përket një nuance dallueshmërie mes das bin ich, ky jam unë, dhe ich bin das, shpresoj ta përmendim sepse ndryshon nuanca në varësisht se ku përdoret. Por ne të marrim një fjali në mënyrë që herë të fillojmë me kohën, herë të fillojmë me vendin, që të shohim se si folja ruan këtë, domethënë këtë strukturë rënditëse që vjen çdo herë e dyta në fjali. Për shembull, ich mache am Sonntag im Park einen Spaziergang. Unë bëj një shëtitje në park të dielën. E shohim që kemi filluar me ich, por folja ka ruajtur këtë rënditje duke ardhur pra si e dyta në fjali. Pra ich mache am Sonntag im Park einen Spaziergang. Ndërkaq, në qoftë se fillojmë me kohën, për shembull am Sonntag, mache ich im Park einen Spaziergang. Pra të dielën unë bëj një shëtitje në park. Pra themi am Sonntag mache ich im Park einen Spaziergang. Ndërkaq nëse do fillonim për shembull me vendin, pra me park, do thoshim im Park mache ich am Sonntag einen Spaziergang. Pra në park të dielën bëj një shëtitje. Pra e shohim se ose nëse fillojmë me ich, ose me kohën pra të dielën, ose me vendin në park, folja machen vjen domethënë në këtë mënyrë rënditet si e dyta. Pra themi im Park mache ich am Sonntag einen Spaziergang. Në park të dielën bëj një shëtitje. Ose nëse filloj me einen Spaziergang, pra folja vjen e dyta. Domethënë mund të themi einen Spaziergang mache ich am Sonntag im Park. Pra një shëtitje bëj të dielën në park. Prandaj folja duhet të qëndrojë në pozicionin e dytë tek këto fjalitë kryesore. Shpresoj që do vendosin një mësim më të zgjeruar duke përmendur edhe rastet kur kemi një lidhës që bën që folja të vijë në fund, pra atë që ne e kemi përmendur si Hauptsatz dhe Nebensatz, fjali kryesore dhe fjali e varur. Shpresoj që kjo t'u ketë ndihmuar sadopak.